Shpresoj që tashmë në lidhje duhet të kemi Valdete në një shkollë fillore duhet jetë, apo të mesme, nuk e di, do të na bëj surprizë. Valdeta, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Dritro, mirëmëngjesi Valbona, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Valdeta, Valbona nuk e kemi në studio, se ti nuk ke mundësi të na shikosh. Jo, Valbona është me viroz. Virozën, me siguri. Kështu që ajo u bë më keq, unë u bëra më mirë, dhe kështu që po mundohemi të mbulojmë njëri tjetrin, s'kemi ç'bëjmë. I uroj shëndet Valbonës, do të na mungohej shumë edhe pse nuk e shoh. Dritro, jemi në shkollën fillore komunale Liria dhe bashkë me mua është drejtoresha zonja Teuta Idrizi. Përshëndetje zonja Teuta, mirë se erdhe dhe ju uroj mbarësi në këtë gjyqjetor të dytë të fillimit të këtij gjysmëvjetori. Pikërisht. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Alsatit. Vjen mirë që sot ju kemi mysafir në shkollën tonë, në këtë ditë të parë, do me thënë si fillim të gjyqjetorit të dytë. Zonja Teuta, më thuaj, a jemi të gatshëm, sepse Ministria tha që jemi të gatshëm që të fillojmë një sezon të mbarë të gjysmëvjetorit të dytë, a jemi të gatshëm me kushte për t'i pritur nxënësit mirë? Do me thonë, pika e parë, a kemi bërë dezinfektimin e shkollës? A kemi nxemjet në rregull? A kemi arsimtarët të gatshëm të cilët duke e marrë parasysh sepse kemi viroza të shumta, do të ketë edhe mungesë të nxënësve sigurisht, por më thuaj se si po fillon. A jemi mirë deri tashmë apo fillojmë me shqetësime? Ashtu, do me thënë, kjo ditë e parë, fillimi i gjyqjetorit të dytë, e fillojmë për shkak se paraprakisht i kemi kryer gjitha ato përgatitje për një fillim të mbarë. Është kryer, do me thënë, ai pastrimi general i shkollës, dezinfektimi, do me thënë, gjatë gjithë pushimit dimëror ne kemi mbajtur llogari sa funksionon mirë nxemja e kështu me radhë. Sa i përket virozës nga pasqyrja, nga ajo që e pam ditën e sotme, për shkak se ne në ndrimin e parë kemi klasat e larta, kemi një numër të nxënësve dhe të cilët mungojnë, por numri i tyre nuk është edhe aq i madh. Tani presim edhe ndrimin e ty që të kemi një pasqyrë edhe më të qartë. Shpresoj që ky numër nuk do të rritet për shkak se kuptohet tani nxënësit kur vinë në shkollë, edhe ata që nuk janë shëruar është ngjitse, është viros. Edhe shpresoj që këto standarde edhe arsimtarët i kemi lajmëruar që të kenë kujdes për shkak të situatës e cila është paraqitur dhe mendoj se situatën do ta kemi nën kontroll. Të shpresojmë. Mirë, Dritro, unë kam një pyetje se çfarë është surpriza ose ndonjë projekt që do realizohet në këtë gjysmëvjetor të dytë, pasi që me siguri ju bashkëpunoni edhe me shkolla tjera si dhe keni akses në projektet që janë edhe nga fondet evropiane, mos gabohem. Ashtu, ne si gjithmonë, do me thënë edhe këtë gjyqjetor, planifikojmë që të zhvillojmë aktivitetet, projektet e shumta, multietnike, ekologjike, pjesëmarrje në gara, edhe jemi, do me thënë si shkollë të pranishëm edhe pjesëmarrës në gjithë ato fushat të cilat në takon si shkollë fillore të marrin pjesë. Shpresojmë që këto bashkëpunime si në nivel komunal, po edhe në nivel republikan, do të zhvillon edhe më tutje, edhe ku si në favor, do t'jetë, do me thënë, favorizimi edhe ngritja e procesit edukativ arsimor në shkollën tonë, do me thënë cilësia e procesit edukativ arsimor. Mirë, është ajo primare cilësore, mirë po sa i punonin në atë edukimin jo formal në përmjet workshopëve që bëni, punëtorive, a keni për shembull psikolog apo pedagog të cilët direkt punojnë me fëmijët, pasi që hasin edhe shumë probleme, ju i dini më mirë ato sende, dhe a keni ndonjë relacion prindër mësimdhënës, nxënës, ndonjë farë lloj të tillë punëtorie?
Kështu ne zakonisht, dhe me thënë së bashku me shërbimin profesional, edhe pse me këto trendet e reja reformat arsimore të cilat i kemi vazhdimisht, paraqiten edhe situatat të ndryshme për shkak se rrisim edhe formojnë një gjenerat pak më ndryshe si më parë. Kështu që edhe ne duhet ju përshtatemi kushteve ku në qendër kemi nxënësin edhe përparimin e tij. Po, organizojmë, do me thënë, edhe në nivel të shkollës, punëtori të ndryshme, po ne jemi të kyqur edhe në projekte të ndryshme multietnike, edhe nga jashtë kemi një bashkëpunim të gjerë edhe me Biroin për zhvillim të arsimit, ku zhvillon punëtori të ndryshme edhe gati se në gjitha këto aktivitete edhe testime, po edhe në nivel ndërkombëtar marrim pjesë. Mirë, Dritro, sa për informatë, më duket se shkolla fillore komunale Liria është një ndër shkollat më të mëdha në Shkup, me më shumë nxënës apo jam gabim? Jo, numri ynë është 912 nxënës, do me thënë nuk jemi të ngarkuar me numër shumë të madh në nxënësve, është ai numri ideal i nxënësve për të punu me këta fëmijë edhe për të arritur rezultatet. Kështu që funksionojnë, do me thënë, deri në klasën e tretë kemi edhe mësime tërditore, një favor për prindërit të cilët ata janë të punësuar, kështu që mund të them që nuk jemi ato të parët me numër më të madh të nxënësve në komunën e Çajirit. Po ky trendi e emigrimit, desha vetëm të pyes, më fal Dritro, urno. Jo, unë do doja ta pyes zonën e Teuta, sa është mesatarja e nxënësve në një klasë? Mesatarja tash me ligj është deri 24 nxënës. Por të shkollat shqiptare kam dëgjuar që numri kalon mbi 30. Kam dëgjuar. Si është gjendja faktike tek ju? Gjendja faktike, do me thënë thash, ne për fat mire kemi atë numrin ideal. Do me thënë nuk kemi klasë të ngarkuara me numër shumë të madh të nxënësve. E qartë, sepse është mënyra më e mirë për të mësuar, po. Urdhëro Valdet. Po, desha të pyes dhe është një fenomen që kam dëgjuar në disa shkolla fillore, pasi që emigrojnë familje të tëra në vendet evropiane. Kisha pas dëshirë që drejtë Resha të na tregon pak për se a ka ndodhur fëmijë të cilët me një fluks pak me numër më të madh që janë larguar nga vendi. Do me thënë, ne për shkak se jetojmë këtu në, do me thënë, shkolla funksionon në lagjën Gazibab, ne përveç lëvizjeve të tilla që i kemi të dhe evidentuara në numër më të vogël, ajo dukuri që paraqitet, do me thënë, shkollën tonë është edhe lëvizja për shkak se si lagje, çiftet e reja, do me thënë, shpërngulen në për lagjet Shkupit. Kështu që me këtë edhe numri fillon edhe lëviz, do me thënë shkon, do me thënë nuk kemi ndonjë trend ashtu të shpërnguljes së madhe në shtete tjera, por kemi lëvizje brenda vendbanimit tonë, po, brenda qytetit. Shumë mirë. Mirë, projekti i radhës juaj për këtë gjyqjetor që ju pret? Si projekte të tilla të cilat synojmë, kemi konkuru me një do me thënë projekt multietnik, atë e kemi çdo vit. Tani jemi në favor të përfundimit të projektit ekologjik me Ministrinë e Ekologjisë. Na paraprin shumë gara, shumë teste ndërkombëtare, aktivitete të shumta, të cilat thash i realizojmë edhe në nivel të shkollës, edhe në nivel komunal, edhe republikan. Do me thonë jemi aty ku na kërkoni, jemi aktiv mjaft. Shumë faleminderit Valdeta, faleminderit zonja Teuta, ju uroj një vit të mbar, pa probleme të shumta të cilet i kemi këta sezonale. Uroj që të mos përfshihet shkolla juaj me virusa të shumta. Uroj që gjithë arsimtarët të jenë aty të gatshëm për mbarvajtjen e mësimit edhe të nxënësve. Dhe besoj dhe shpresoj që të jeni një shembull për gjithë shkollave tjera. Shembull i mbar. Faleminderit shumë Dritra, faleminderit shumë. Ju uroj suksese. Vit të mbar edhe suksese shumë. Valdeta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.